A ke pasur ndonjëherë atë moment kur ke parë partnerin tënd gati për t'u lidhur vërtet dhe megjithatë shkëndija thjesht nuk u ndes, doje pasion, afërsi, atë dridhje elektrike që e sheh në filma, por energjia sikur rrëshiste përmes gishtërinjve të tu. Ndoshta ke menduar, a jam unë problemi? Po bëj diçka gabim? Apo është kjo diçka normale kur një marrëdhënie bëhet më e njohur? Edhe unë më parë besoja se pasioni thjesht zbehet me kohën, se ne dalë nga dalë rritemi jashtë asaj dëshire të fortë. Por pas shumë vitesh duke vëzhguar çifte, duke biseduar me burra e gra dhe duke reflektuar mbi marrëdhëniet e mia, kuptova diçka krejt tjetër. Pasioni nuk zhduket, ai vetëm mbulohet nga zakonet, pritshmëritë e pathëna dhe ideja e gabuar se parapërgatitja është vetëm diçka fizike që ndodh pak para seksit. Por çfarë nëse kjo është plotësisht e gabuar? Po sikur parapërgatitja që funksionon për çdo grua të mos filloj fare me prekjen, po sikur të filloj shumë më herët në ato momente të qeta, kur prania emocionale bëhet tërheqje fizike. E di që tingëllon poetike, por qëndro me mua sepse e vërteta është kjo. Parapërgatitja më josh se nuk ka të bëjë me truket, me teknika sekrete apo me lëvizje të mësuara përmendesh. Ka të bëjë me diçka më të thellë, diçka që gratë e ndjejnë jo që e shohin. Më lejo të bëj një pyetje pak të pakëndshme. A ke qenë ndonjëherë me një burr që bën gjithçka siç duhet, i vëmendshëm, i butë, madje teknikisht i aftë dhe megjithatë gjithçka ndihej bosh, si të ndiqte një skenar, pik pas pike, pa qenë vërtet i pranishëm? Pikërisht në atë moment të padukshëm lidhja vdes. Jo sepse nuk i intereson, por sepse është në modalitetin e performancës, do të impresionoj, të pëlqej, në vend që të jetë thjesht aty. Dhe ti e ndjen menjëherë, apo jo, dallimin midis dikujt që të prek dhe dikujt që të ndjen me të vërtetë, midis një dore që është kurioztare dhe një dore që bën atë që duhet. Ajo që është befasuese është kjo: çdo burr që kupton parapërgatitjen e vërtetë e di se nuk ka të bëjë me një teknikë të re, por me një mënyrë të re të menduarit. Ka të bëjë me krijimin e një hapësire ku gruaja mund të çlirohet, të hapet dhe të ndjejë se është e dëshiruar pa u ngut për të arritur një qëllim. Shumica e burrave nxitojnë sepse mendojnë se ngacmimi është si një çelës, e ndezë dhe bam, pasion. Por për gratë është si një valë. I duhet kohë, ritëm, energji dhe mbi të gjitha leje emocionale për t'u shpalosur. Parapërgatitja më e mirë fillon kur energjia e burrit thotë: jam këtu me ty, jo para teje. Kur syt e tij ngadalsohen para se të lëvizin duart, kur ai dëgjon frymëmarrjen tënde para se të vendosë çfarë të bëjë më pas, kur nuk ka frikë nga heshtja, sepse e di se tensioni mes jush tashmë flet. Ky është momenti kur pushon së menduari dhe fillon të ndjesh. Momenti kur trupi yt i beson atij mjaftueshëm për t'u dorëzuar. Dhe para se të vazhdojmë, duhet të jemi sinqertë. Nuk ka teknikë magjike që garanton kimi të përsosur, por ka një mënyrë mendimi që ndryshon gjithçka. Kur një burr e përvetëson atë, parapërgatitja bëhet e natyrshme sepse vetë lidhja udhëheq. Mendo për këtë, je me dikë që nuk nxiton. Ai është i sigurt në vetvete, por edhe kurioztar. I qetë, nuk luan rol, thjesht është aty. Të sheh sikur po të zbulon për herë të parë, edhe pas vitesh. Çdo prekje është si një bisedë, jo si një urdhër. Çdo puthje ndihet si një përgjigje ndaj një pyetjeje që nuk e dije se e kishe bërë. Kjo energji nuk vjen nga teknika, por nga kuptimi nga të kuptuarit se si funksionon me të vërtetë tërheqja në mënyrë biologjike, emocionale dhe psikologjike. Dhe pikërisht këtë do të eksplorojmë në këtë video. Pse qasja e shumicës së burrave në parapërgatitje dështon dhe si një ndryshim i vogël në vetdije mund ta rindesë atë shkëndijë çdo herë. Por para se të arrijmë atje, dua të pyes diçka dhe është e rëndësishme të jesh i sinqert, të paktën me veten. Kur ishte hera e fundit që u ndjeve me të vërtetë e parë, e ndjer dhe e dëshiruar, jo për atë që jep apo si dukesh, por për energjinë që ndan në atë moment. Mendo për këtë.
sepse gjithçka për të cilën do të flasim fillon pikërisht aty në atë boshllëk të qetë midis asaj që ndjen dhe asaj që i lejon vetes të ndjesh. E vërteta që shumica nuk e kuptojnë kur është kjo. Parapërgatitja nuk dështon sepse dikush është i keq në të. Dështon sepse energjia pas saj është e gabuar. Dhe për gratë, energjia është gjithçka. Ti e ndjen menjëherë ndryshimin midis dikujt që bën parapërgatitje dhe dikujt që dëshiron vërtet të lidhet. E para ndihet mekanike si një listë kontrolli. E dyta ndihet e gjallë si një shkëmbim. Shumica e burrave nuk e mësojnë kur këtë ndryshim dhe kështu përsërisin të njëjtat 4 gabime që pa e kuptuar shkatërrojnë tërheqjen, edhe kur qëllimet e tyre janë të mira. Gabimi i parë, ata nxitojnë në ndërtimin emocional. Shumë burra besojnë se intimiteti fillon në momentin që fillon prekja fizike, por për gratë, ngacmimi nuk fillon me duart por me praninë, me mënyrën si e sheh kur ajo është ulur në tryez, me mënyrën si e dëgjon kur ajo flet, me mënyrën si e bën të ndihet e sigurt që ajo të ulë mbrojtjen e saj. Kur mungon ky themel, asnjë teknik në botë nuk mund ta zëvendësojë. Siguria nuk mund të shkurtohet dhe lidhja emocionale nuk mund të imitohet. Parapërgatitja më e mirë fillon shumë përpara puthjes së parë në ato momente të qeta, të padukshme, kur ndihesh i e dëshiruar jo për atë që bën, por për atë që je. Gabimi i dytë, ngatërrojnë butësinë me kimisë. Shumë burra mendojnë se të jesh i butë është automatikisht sensuale, por ndjeshmëria e vërtetë nuk është butësi, është vetdije. Dallimi midis një prekjeje të pasigurt dhe një prekjeje me qëllim. Një burr mund të jetë i butë dhe megjithatë të lërë të ftohtë nëse nuk është i sinkronizuar me ty. Ndjeshmëria e vërtetë është kurreshtje me vetbesim, një energji që thotë, jam këtu, po dëgjoj, po të zbuloj. Nuk ka të bëjë me përsosmëri por me prani. Kur prekja e tij është e gjallë, kur reagon ndaj frymëmarrjes, ritmit, sinjaleve të tua, atëherë zgjohet kimia. Gabimi i tretë, shumë mendim, pak ndjenjë. Shumë burra e trajtojnë parapërgatitjen si një eksperiment shkencor, fillimisht kjo, pastaj ajo, pastaj tjetra. Janë aq të përqendruar për ta bërë siç duhet, sa ndalojnë së ndjeri. Dhe ti e ndjen menjëherë. Kur dikush është shumë në kokën e tij, ai nuk është me ty. Ata ngecin në mendje, mendojnë për performancën, për reagimin që duan të shkaktojnë. Por ngacmimi i vërtet nuk lind nga hapat që ndjek. Ai lind nga rrjedha, nga ai lloj lidhjeje ku gjithçka ndihet natyrshëm, ku nuk dihet më kush udhëheq sepse e bëni të dy. Nëse ai nuk mund t'i dorëzohet atij ritmi, as ti nuk mundesh. Gabimi i katërt, injorojnë reagimin emocional. Një gjë që shumica e burrave nuk e mësojnë kurrë, trupi i gruas flet. Ai të tregon gjithçka nëse e dëgjon përmes frymëmarrjes, syve, mënyrës si afrohet apo tërhiqet. Ky është dialogu i vërtetë, por shumë burra janë aq të përqendruar për ta bërë siç duhet sa nuk e dëgjojnë këtë gjuhë. Ata presin fjalë dhe humbasin sinjale shumë më të forta. Dashnorët më të mirë, ata që vërtet nuk dështojnë kurrë, janë ata që ndjejnë të pathënën. Ata përshtaten, ngadalsojnë, ndjekin ritmin tënd, të bëjnë të ndihesh sikur s'ke nevojë të shpjegosh asgjë, sepse tashmë ndjejnë çfarë të duhet. Kjo është inteligjencë emocionale dhe është më erotike se çdo teknikë që mund të gjesh ndonjëherë në internet. Në këtë pikë dua të ndalem për një moment. Këto gabime nuk kanë të bëjnë me fajin por me vetdijen. Shumica e burrave nuk janë indiferent, ata thjesht nuk janë të trajnuar në dimensionin emocional të intimitetit. Ata besojnë se ngacmimi është diçka që ata e shkaktojnë. Në të vërtetë është diçka që ata e lejojnë. Energjia e duhur nuk shtyn, ajo fton. Ajo nuk ndjek reagimin, por krijon hapësirë që ai të lindë natyrshëm. Dhe sapo një burr ta kuptoj këtë, gjithçka ndryshon. Papritur nuk ka më nxitim, as listë kontrolli, vetëm lidhje. Ngadalë me vetdije në mënyrë magnetike. Dhe ja ku qëndron bukuria. Kur një burr ndalon së përpjekuri të bëjë diçka dhe thjesht është dëshira e një gruaje, zgjohet vetvetiu.
sepse dëshira në thelb nuk ka të bëjë me fërkimin por me fokusin, jo me teknikën por me ndjeshmërinë. Ky lloj vetdieje nuk mund të shtiret. Ajo ndihet menjëherë në lëvizjen e tij, në frymëmarrjen e tij, në energjinë që të rrënjos përpara se të ngacmojë. Ky është ndryshimi midis të bërit para përgatitje dhe krijimit të një përvoje të paharrueshme. Kur të mendosh për këto gabime, mos i shih vetëm si gjëra që burrat i bëjnë gabim. Shikoj si arsyet pse lidhja e vërtet është kaq e rrallë sot, sepse sapo të kuptosh çfarë e shuan shkëndijën, kupton edhe çfarë e krijon atë. Dhe pikërisht aty gjithçka ndryshon. Para përgatitja që nuk dështon kur nuk është teknik, është qëndrim. Nuk ka të bëjë me duart e tij, ka të bëjë me energjinë e tij. Dhe në pjesën tjetër do të flasim pikërisht për këtë, si ndihet kjo energji, pse funksionon dhe si zgjon dëshirën çdo herë. Këtu fillon pika e kthesës, sepse nëse ndonjëherë je pyetur pse disa burra krijojnë kimik pa mundim edhe pse nuk janë veçanërisht tërheqës, të pasur apo me përvojë, kjo nuk është rastësi, është mënyra e tyre e të menduarit. Ekziston një ndryshim i hollë që e dallon burrin që të bën të ndihesh e sigurt, e dëshiruar dhe e elektrizuar njëkohësisht nga ai që, pavarësisht përpjekjeve, duket i largët. Dhe kjo nuk ka të bëjë me atë që ai bën, por me mënyrën si është i pranishëm. Burrat që e kanë kuptuar këtë, rrezatojnë një prani të caktuar. Ata lëvizin më ngadalë, jo sepse janë të pasigurt, por sepse janë në harmoni. Të shikojnë si kur duan ta përjetësojnë momentin në vend që ta nxitin, dëgjojnë përpara se të prekin, dhe mbi të gjitha e dinë, intimiteti nuk është performancë, është leje. Kur një burr vepron nga ky qëndrim, ndodh diçka magjike. Trupi yt fillon të reagojë pa përpjekje, sepse më në fund ndihet i sigurt. Ekziston një inteligjencë e thellë në intuitën e një gruaje. Ti e ndjen menjëherë nëse energjia e një burri është e rrënjosur apo e shqetësuar, nëse ai kërkon miratim apo ofron lidhje. Burri i parezistueshëm nuk ka asgjë për të provuar. Energjia e tij thotë, jam këtu, të shoh, nuk kam nxitim. Kjo qetësi e sigurt nuk e zbeh pasionin e përforcon atë, sepse kur ai është i qëndrueshëm, ti mund të dorëzohesh. Kur ai është i durueshëm, ti mund të hapesh. E vërteta është, gratë nuk dashurohen me burra që përpiqen t'i impresionojnë. Ato dashurohen me burra që i shohin vërtet. Kujto herën e fundit që u ndjeve vërtet e parë, jo sepse dikush të bëri një kompliment, por sepse vuri re diçka më të thellë. Një gjest i vogël, një ton në zërin tënd, një detaj që të tjerët e humbën. Pikërisht ky lloj vëmendjeje e kthen para përgatitjen në lidhje. Një burr që të afrohet me këtë ndërgjegje e bën çdo moment intim një shikim, një prekje, madje edhe heshtjen, sepse vëmendja e tij nuk është e shpërndar, është tërësisht mbi ty, dhe kjo është e rrallë, prandaj është aq magnetike. Kjo mënyrë mendimi është aq e fuqishme sepse riorganizon dinamikën. Shumica e burrave mendojnë se parapërgatitja është për të ngacmuar, por ata që nuk dështojnë kurrë e dinë, qëllimi është të krijosh hapësirën ku ngacmimi mund të lindë. Ata nuk ndjekin dëshirën tënde e mbrojnë atë. Të bëjnë të ndihesh e sigurt që ajo të zhvillohet natyrshëm. Dhe kur një burr rrezaton këtë prani, çdo lëvizje e tij merr peshë. Një prekje e thjesht ndihet më e thellë. Një fjalë e butë tingëllon më e fortë. Energjia e tij mbetet e ndjeshme edhe kur nuk të prek fare. Kjo nuk është rastësi. Është koherencë emocionale. Kur qëllimi, vëmendja dhe energjia e tij janë në harmoni, ti e ndjen në çdo fitë të trupit tënd. Ajo që është magjepsëse është se kjo nuk e bën vetëm më tërheqës, por edhe të paharrueshëm, sepse trupi yt mban mend për një kohë të gjatë si të ka bërë dikush të ndihesh, shumë pasi mendja e ka harruar çfarë ka thënë. Parapërgatitja më e mirë lë një gjurmë emocionale. Ajo përshpërit. Këtu mund të lirohesh, dhe pikërisht për këtë arsye ky qëndrim funksionon për çdo burr. Nuk ka të bëjë me dominimin apo nënshtrimin, ka të bëjë me praninë. Kur ai është vërtet i pranishëm, ti nuk pyet më çfarë mendon, sepse ndjen çfarë ndjen ai. Atëherë intimiteti pushon së qeni një veprim dhe bëhet një shkëmbim.
E quaj këtë qëndrim udhëheqje të harmonizuar. Është aftësia për të drejtuar një moment pa e kontrolluar atë, për të lexuar energjinë, jo për ta komanduar. Një burr që mund ta bëjë këtë, mban hapësirën emocionalisht, fizikisht, mendërisht që dëshira jote të rritet. Ai nuk të shtyn drejt kulmit. Ai ndërton tension derisa të dëshirosh momentin tjetër më shumë se të mëparshmin. Kjo nuk është strategji, kjo është ndjeshmëri, dhe është forma më e fuqishme e energjisë maskullore sepse ajo nuk kërkon asgjë fton, nuk merr jep hapësirë, nuk shtyn tërheq. Kur një burr e kupton këtë, çdo prekje e tij merr kuptim, çdo pauzë bëhet përgatitje, çdo heshtje bëhet tension. Dhe kur më në fund lëviz, ndihet si një çlirim që nuk e prisje. Kjo është arsyeja pse gratë reagojnë kaq thellë ndaj burrave që mishërojnë këtë energji. Ajo prek diçka të lashtë, primitive. Ajo thotë, je e sigurt, të shohin, mund të ndjesh. Dhe ja ironia e bukur, sa më shumë që burri ngadalson, aq më shpejt lind lidhja. Sa më i duruar të jetë, aq më shumë hapet trupi yt. Sepse tërheqja nuk jeton në nxitim, ajo jeton në ritëm. Kur ky ritëm harmonizohet midis dy njerëzve, gjithçka tjetër bëhet e lehtë. Prandaj, nëse ka një ndryshim që çdo burr duhet të bëjë, është ky: ndalo së luajturi para përgatitje. Mëso ta krijosh. Mos kërko lëvizjen e radhës, kërko momentin e radhës. Sepse në atë moment, kur vëmendja e tij është e rrënjosur dhe energjitë tuaja takohen, kupton se para përgatitja nuk është fillimi, është e gjithë rruga. Dhe në pjesën tjetër do të eksplorojmë saktësisht se si kjo energji përkthehet në veprim në shprehjen fizike të një lidhjeje që nuk dështon kurrë dhe pse, kur përjetohet siç duhet, ajo jo vetëm ndes dëshirën, por edhe ndërton besim emocional çdo herë. Tani që kemi kuptuar mënyrën e të menduarit, është koha të flasim për mënyrën se si mund të zbatohet në praktikë. Sepse vetdia pa mishërim mbetet vetëm teori. E vërteta është kjo: kur një burr mëson ta drejtojë energjinë e tij të rrënjosur dhe të ndjeshme në prekje, lëvizje dhe ritëm, ndodh diçka e jashtëzakonshme. Lidhja bëhet e natyrshme dhe ngacmimi bëhet pasojë natyrale e pranisë. Para përgatitja më e mirë nuk do të thotë të bësh më shumë, por të ndjesh më shumë. Ajo përbëhet nga një sër ndryshimesh të vogla e të vetëdijshme që drejtojnë energjinë midis dy njerëzve derisa nuk mund të thuash më kush po udhëheq. Dhe gjithçka fillon me një parim të thjeshtë: ngadalso gjithçka. Kur burri ngadalson, ai dërgon një mesazh të qetë, nuk po nxiton, po e shijon. Ky mesazh ndryshon gjithçka, sepse i thot trupit se është i sigurt dhe siguria e lejon të hapet. Lumi që kurrë nuk dështon fillon shumë përpara prekjes së parë. Ai fillon me praninë. Hapi i parë është kontakti me sy, jo ai intensiv apo kërkues, por ai i butë dhe kureshtar. Një vështrim që thot, jam këtu plotësisht me ty. Kur një burr mban atë vështrim, krijohet një urë midis emocioneve të tua dhe vëmendjes së tij. Nuk ka të bëjë me dominim, por me vetdije. Hapi i dytë është sinkronizimi i energjisë. Para se të prek, ai përshtat frymëmarrjen e tij me tënden. Nëse ti merr frymë shpejt, ai e ngadalson të vetëm për të udhëhequr butësisht drejt qetësisë. Kjo nuk është vetëm romantike, është biologjike. Kur dy njerëz marrin frymë në sinkron, sistemet e tyre nervore fillojnë të harmonizohen. Atëherë trupi yt pushon së vëzhguari veten dhe fillon të ndjejë lidhjen. Hapi i tretë është prekja graduale. Këtu shumica e burrave nxitojnë duke menduar se para përgatitja do të thotë kalim direkt tek kënaqësia fizike. Por burrat që e kuptojnë lidhjen e dinë, udhëtimi është vetë ngacmimi. Prekja e parë nuk duhet të synojë stimulimin, por tokëzimin. Një dorë mbi shpinën tënde, një prekje e lehtë mbi supë, një lëvizje e ngadaltë që thotë, të shoh dhe jo, dua diçka nga ty. Magjia qëndron në këtë dallim mes marrjes dhe dhënies. Hapi i katërt është rrjedha. Rrjedhë do të thotë pa lëvizje të papritura, pa modele fikse. Është një lëvizje e vazhdueshme ku çdo prekje shndërrohet në tjetrën. Një dorë bëhet mbajtje, një mbajtje bëhet tërheqje, një pauzë bëhet tension.
Ritmi ndryshon natyrshëm ndjek frymën, lëvizjen, emocionin. Nuk është koreografi, është bisedë. Sekreti është përgjegjshmëria. Nëse ti psherëtin, ai e vëren. Nëse përkulesh, ai afrohet. Nëse ndalon, ai qëndron. Kjo e bën atë të gjallë. Nuk është performancë, është bashkëkrijim. Hapi i pestë është ndryshueshmëria. Eksitimi ushqehet nga paparashikueshmëria, jo nga kaosi. Një burr që mund të kalojë nga e buta në të fortë, nga lëvizja në qetësi, nga afërsia në distancë, mban shisat e tua zgjuar. Trupi yt nuk mund të parashikojë çfarë do të vijë më pas, kështu që mbetet i pranishëm. Kjo paparashikueshmëri nuk është rastësi, është e rregulluar. Ajo pasqyron ritmin e besimit, tensionit, lëshimit, kurreshtjes dhe dorëzimit. Dhe kur jetohet me vetdije, krijon pritje pa presion. Hapi i 6 është vëmendja. Lidhja e vërtet nuk lind nga të diturit çfarë të bësh, por nga vëzhgimi. Një burr që të sheh vërtet nuk ka nevojë për udhëzime. Ai e vëren kur frymëmarrja jote thellohet, kur supet të bien, kur gjua e trupit të ndryshon. Ai e di kur të ngadalsoj, kur të ndaloj, kur të lër heshtjen të flas. Kjo lloj vëmendjeje e bën trupin e gruas të besojë instinktivisht. Nuk është kontroll, është përshtatje e ime. Hapi i fundit është integrimi, bashkimi i gjithçkaje në një përvojë të rrjedhshme e intuitive. Asnjë moment nuk duhet të ndihet i stërvitur. Kur një burr bashkon frymëmarrjen, vetdijen dhe lëvizjen, çdo gjest merr kuptim. Energjia mes jush bëhet udhërrëfyes. Prandaj parapërgatitja më e mirë ndjehet sikur koha zhduket, sepse të dy ndalojnë së menduari dhe thjesht janë. Ky është sekreti që nuk dështon kurrë. Nuk ka të bëjë me përsosmërinë, por me harmoninë. Kur energjia, vëmendja dhe qëllimi i burrit bashkohen, prekja e tij bëhet transformuese. Dhe bukuria qëndron në faktin se mund të përsëritet, por kurrë nuk është e njëjtë. Sepse sekreti nuk qëndron në hapat, por në praninë që i formon ata. Teknika është vetëm gjuhë. Ajo që i jep fuqi është ndjenja pas çdo fjale. Prandaj edhe gjestet më të vogla, një pauzë, një frymë, një ndryshim ritmi mund të ndihen thellësisht intime kur vijnë nga një lidhje e tokëzuar. Një burr që e kupton këtë nuk ka nevojë për truke. Ai nuk ka asgjë për të provuar. Prania e tij flet për të. Çdo grua që ai takon përjeton diçka unike, sepse ai reagon ndaj saj, jo ndaj një rutine. Prandaj ky lloj parapërgatitjeje nuk dështon kurrë. Ai përshtatet. Ai evoluon, ai dëgjon, është një dialog i gjallë, dhe herën tjetër që je me dikë që e bën kohën të ngadalsoj, kur ajri mes jush dridhet dhe ti nuk e di pse vëreje. Kjo është rrjedha, kështu ndjehet kur dëshira takohet me sigurinë emocionale, dhe pasi ta kesh ndjer një herë, e di që intimiteti i vërtet nuk ka të bëjë me eksitimin, por me thellësinë. Burrat që e kuptojnë këtë nuk ndezin vetëm pasionin, ata zgjojnë paqen. Dhe kjo është ajo që i bën të paharrueshëm. Kur gjithçka ngadalsohet dhe zhurma shuhet, mbetet një moment i qetë, i butë, pothuajse i padukshëm. Por aty qëndron magjia e vërtet në pasndjesi, në hapësirën midis asaj që sapo ndodhi dhe asaj që do të thollë. Shumica e njerëzve e anashkalojnë, nxitojnë, duke menduar se lidhja përfundon me momentin, por aty humbasin atë që mund të ishte e paharrueshme. E vërteta është, parapërgatitja më e mirë nuk mbaron me prekje, mbaron me ndjenjë. Mbaron me atë që ai lë brenda teje. Burrat që e kuptojnë vërtet intimitetin e dinë këtë instinktivisht. Ata e dinë që ajo që ndodh pas afërsisë është po aq e rëndësishme sa ajo që ndodh para saj. Kur ai qëndron i pranishëm edhe në heshtje, kur qëndron në vend që të largohet, ai i thot trupit tënd, mund të qëndrosh e hapur. Ai nuk është larguar, ai është rrënjosur. Në atë moment, përvoja shndërrohet nga kujtim fizik në një kujtim emocional. Ti nuk mban mend vetëm çfarë bëri, mban mend si u ndjeve me të. Ky është gjurmimi që mbetet në sistemin tënd nervor, ai që trupi yt e ndjen për një kohë të gjatë pasi mendja jote ka ecur përpara. Kjo është diferenca midis një lidhjeje dhe asaj lidhjeje. Nuk është intensiteti që ka rëndësi, por intimiteti. Ai i qetë, i thellë, që nuk ka nevojë për fjalë për t'u kuptuar.
Kur një burr mban këtë energji brenda vetes, ai nuk bëhet vetëm tërheqës, bëhet i paharrueshëm, sepse çdo grua dëshiron atë gjendje ku dëshira dhe paqja bashkëjetojnë. Ndjesinë e të qenit njëkohësisht e ngazëllyer dhe e qetë. Shumica e burrave ndjekin eksitimin, por ajo që vërtet lidh zemrën e një gruaje është paqja. Ajo dritë e butë pas stuhisë së pasionit. Momenti kur ajo kupton, mund të marrë frymë, mund të besoj, mund të jetë thjesht vetvetja. Atëherë lidhja thellohet. Atëherë para përgatitja kthehet nga veprim në kujtim. Dhe këtu qëndron sekreti i vërtet, ai për të cilin pak flasin. Ky lloj lidhjeje jo vetëm që thellon intimitetin, por e shëron atë. Ai i mëson trupit që dëshira dhe siguria mund të bashkëekzistojnë. Ai tregon se dëshira nuk duhet të nënkuptoj presionin, se ngacmimi nuk ka të bëjë me performancën. Do të thotë prani, partneritet, durim. Dhe prandaj ky lloj parapërgatitjeje nuk dështon kurrë, sepse nuk bazohet në teknikë, por në të vërtetën. Kur të dy janë të sinqertë, kur askush nuk shtiret, kur nuk ka të bëjë me përsosmëri, por me autenticitet, gjithçka funksionon. E ndjen në prekjen e tij jo sepse ai dëshiron të provojë diçka, por sepse dëshiron të shprehë diçka. E ndjen në reagimin tënd jo sepse duhet, por sepse do. Atëherë intimiteti bëhet artë, spontan, i gjallë, ndryshe çdo herë. Thelbi është i thjeshtë. Parapërgatitja më e mirë që mund të ofrojë një burr nuk ka të bëjë me duart e tij, por me vëmendjen e tij. Kur ai është vërtet aty, ti e ndjen. Kur është i shpërqendruar, edhe atë e ndjen. Prania e një burri është afrodisiaku më i fortë që ekziston. Ajo e kthen të zakonshme në të jashtëzakonshme, fiziken në emocionale. Ajo përcakton nëse një moment zhduket apo mbetet. Dhe e vërteta është, çdo burr mund ta bëjë këtë. Nuk ka lidhje me moshën, pamjen apo përvojën, por me vetdijen për të ngadalësuar, për të dëgjuar, për të marrë frymë, për të qenë kureshtar në vend të i bindur, për të kuptuar që çdo grua ka ritmin e vet. Aty qëndron bukuria, sepse lidhja e vërtet nuk është kurrë e parashikueshme, është reaguese. Dhe për gratë që e lexojnë apo dëgjojnë këtë, burri që mishëron këtë energji nuk është i rrallë, ai thjesht shpesh injorohet. Ai nuk është më i zhurmshmi në dhomë. Ai është ai që vëren. Ai që të qetëson pa fjalë. Vetbesimi i tij vjen nga qetësia, jo nga shfaqja. Nëse gjen një energji të tillë, ruaje, sepse ajo nuk është vetëm tërheqëse, është e sigurt, është e qëndrueshme. Është themeli i një kimie që nuk shuhet pas shkëndijës së parë. Dhe për burrat, nëse merr vetëm një gjë nga e gjitha kjo, le të jetë kjo parapërgatitja më e mirë, nuk është ajo që bën, por ajo që krijon. Lidhja është duhet, jo solo. Kur ta kuptosh këtë, ndalon së performuari dhe fillon të ndjesh. Ndalon së ndjekuri kënaqësinë dhe fillon ta ndërtosh atë. Ndalon së përpjekuri të impresionosh trupin e saj dhe fillon të prekësh shpirtin e saj. Ky është sekreti i vërtetë, ai që nuk dështon kurrë, sepse në fund nuk ka rëndësi sa gjatë zgjat apo sa intensive është, ka rëndësi nëse është e vërtetë. Nëse në atë moment dy njerëz vërtet takohen të hapur, të cenueshëm, të pranishëm. Kur kjo ndodh, nuk është thjesht një parapërgatitje e mirë, është shërim. Është lidhje, është dashuri në lëvizje, dhe kur arrin atë nivel pranie, çdo prekje, çdo fjalë, çdo heshtje bëhet pjesë e një bisede të përbashkët që thotë, të shoh, të zgjedh, jam këtu. Ky është lloji i intimitetit që nuk shuhet kurrë, ai që nuk dështon kurrë.